أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. Vëllezërit e mi, ju uroj nga zemra që qoftë ky muaj i mëndueshëm i Ramazanit, të na ketë mënduar Zoti adhurimet tona, ibadetet tona dhe çdo lloj sakrifice që kemi bërë për këtë muaj të mëndueshëm. Sot është nata e Bajramit. Ju uroj nga zemra gëzuar për shumë vjet dhe qoftë një Bajram i hajrit për të gjithë ne. Vëllezërit e mi, i kemi dhënë fund Ramazanit, por inshallah mas 4 ditëve Bajramit kemi agjërimin e Shawalit. I mbaruam ligjëratat e Ramazanit, po s'kemi mbaruar ligjëratat vjetore. Do kemi jeta sahabëve 1, jeta sahabëve 2. E kemi përfunduar Kur'anin me mirësitë më të mëdha. Por ne nuk do të thotë që e kemi lexuar Kur'anin në Ramazan dhe mos e lexojmë jashtë Ramazanit. Inshallah për çdo muaj siç e kemi bërë traditë, një herë në muaj mbrëmje kuranore me lexim Kur'anit. Pra, e lutem Allahun gjithë cili prej nesh, që ata që kanë lexuar këtë muaj, Zoti ja pranoft agjërimin, Zoti ja pranoft ibadetet, Zoti ja pranoft çdo lloj adhurimi që kanë bërë, ata që e kanë lënë vetëm pa gjumë, për çfarë? Vetëm për të falendëruar Allahun xhaleshanuhu, vetëm Zoti do i shpëlbej ata njerëz edhe atë xhamat. Zoti nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.